Përshëndetje Arinda, mirë se erdhe në këtë intervistë me kandidaten. Elektorati yt I Lezhës do të di pak më shumë për profilin tënd si kandidate dhe për historikun se si ke arritur deri në këtë angazhim politik. Pra pak a shumë kush është Arinda Leshi, cili është formimi I saj, cili ka qenë rrugtimi I saj politik, edhe cilat janë objektivat që ajo do të arrijë. Mund të fillojmë me prezantimin tonë. Unë kam lënë në Lezhë, kam nejtu deri në moshën 18 vjeçare, pastaj kam studiu jashtë vendit, fillimisht kam studiu marrëdhënie ndërkombëtare në Lituani, në një universitet amerikan atje. Pastaj kam punu një vit në Kanada, atëherë jam kthy për një periudhë të shkurtër në Shqipëri, më pas kam studiu filozofi politike në Austri. Merrem me politikë. Me thënë drejtën, mendoj që është thirrje shumë e hershme mrena meja. Kjo ka qenë arsyeja pse kam studiu shkenca politike. Që gjithmonë kur mundona me racionalizu mbi motivet edhe mendimet tona të hershme, ndoshta mundena me gabu, por ajo që mojmen gjithmonë te vetja është kam pas një lloj urrejtje për padrejtin, për shtypjen që I bëhet dopit, edhe kam menu që politika është mënyra mjeti më I fortë për me ndryshu gjanat. Kam lind vitin 1996, ato fund vitet e 90-të ishin shumë të rëmujshme, rritja ime ka qenë një kohë të rëmujshme. Majmen disa gjëra që më kanë përmësu në është e vogël, majmen ato historitë e kusheve të mi që ishin emigrant në Greqi, që më tregoshin ku I trajtoshin shqiptarët ku kaloshin ilegalisht kufinin, që I trajtoshin në përburgje. Majmen një herë të më pas një koncert I të muzeu dhe ishte një gru nga Kosova, nuk e njisha, thjesht qëllaj që ishte njëti ngjitur me mua, edhe më ka pas dhënë një ato orat bëzhilëk, ma shfiksu një lloj memorjeje, edhe po më tregonte për krimet e luftës në Kosovë, apo masakra që po bëshin serb në popullatën shqiptare, edhe gjithmonë kam menu pse na nodhin ne këto gjëra, pse na trajtojnë kështu, pse nuk na mbron poshtë. E kam pa politikën si rrugën në cilën mund të ndryshosh gjanat. Pastaj si jam fut konkretisht në aktivizëm, sapo ktheva nga në fakt ka qenë periudha se kisha varru studimet e bachelorit dhe kisha shku në Kanada për me marrë një eksperiencë pune, por gjithmonë me idenë me u kthy, edhe nuk po më pëlqente puna, jeta atje, dosha me u kthy edhe prindërit për herë të jetën time më kanë thënë mos që këta se s'ke ku me u kthy. Po mu ishe një farë shoku, se ne kemi qenë gjithmonë kështu familje shumë e afërt, edhe më thënë prindërit e mi këtë gjë, duke e pa besueshme. Edhe ka qenë ai moment që politika është bë personale për mua. Aty më rapa kam filluar kam ndjek shumë politikën, atë eventualisht u ktheva, diçka lajmet në përditshmëri, edhe kur fillon të ndjek lajmet, revoltohesh me çfarë në këto. Gjithë ato padrejti edhe njerëzit nuk flasin. E kështu fillova të identifiku grupe që ishin aktive politikisht, të shku në për protesta, të munu me mbledh njerëzit aktivistët, me organizu gjana bashkë, dhe ishte pikërisht rreth kësaj kohe që u bë publike marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë për kampet në Gjader dhe në Shëngjel. Dhe ju them këtyre aktivistëve në Lezhë, duhet bëjmë diçka, edhe fillum të organizum protestën e parë, ishte një protestë me shumë pak njerëz, ishte zhgënjyste, po doshim me vazhdu me bë diçka, e kështu organizum protestën tjetër, e kështu me radhë. Pastaj u bë çështja e mbyllur, u fokusova pastaj te vota e diasporës, pastaj gjatë kohës që po mbledhshim firma për marrëveshjen, shkoj te një nga bizneset këtu në Lezhë dhe më thotë po mirë, merresh me këtë, po pse të merresh me këtë problemin tjetër që kemi këtu në Lezhë, fabrikën Ninka. Atëherë fillova të marrë me atë, kështu kauzë mas kauze jam përfshi. Edhe në to zgjedhje kandidoj sepse mendoj se pikëparë janë zgjedhje historike, edhe gjithë duhet t'japim kontributin ton për ndryshim.
Por edhe mendoj se aktivizmi është i pamjaftueshëm në këtë kontekst, sepse nuk ke një pushtet që të përgjigjet. Nuk është se këtu qeveria nuk e din ç'ashtu por e ka lënë vetë në atë mënyrë dhe kur ti e ngren një kauzë, mund shkosh deri një farë pike, po asnjëherë nuk ka rezultat plot. E vetmja mënyrë është me autoheq pushtetin politik këtij, me kërcënu pushtetin politik. Okej, për ta vazhduar pak atë që thej që këto zgjedhje janë historike dhe është domosdoshme që të angazhohemi, cili është mesazhi yt për shumë njerëz të cilët angazhimi zgjedhje apo thjesht votën e shohin të panevojshme, edhe mendojnë si të hedhur, sidomos për partitë e reja. Cili është motivimi që ti u jep atyre dhe arsyeja se pse këto zgjedhje janë historike? Menoj që nuk kemi pas ndonjëherë më shumë shanse në një palë zgjedhje në Shqipëri me ka sistemin dypartijak, sistemin e bandave, siç thotë Fatos Lubonja. Deri në këtë pikë, dy bandat kanë qenë shumë të forta dhe ja kanë marrë pushtetin njëra tjetrës me dhunë dhe sistemi elektoral cilën ata kanë votu bashkërisht në 2008 ja pa mundson hyrjen lëvizjeve të reja, sepse kanë nda vendin në 12 zona zgjedhore. Në këtë zgjedhje kanë ndodhur disa ndryshime të mëdha politike. Nga njëra anë ke një pushtet të konsumum, të delegjitimuar, thellësisht të korruptuar, po shohim dita ditës edhe përmes çështjeve që po bëhen publike nga prokuria e posaçme, se sa kapilar është korrupsioni në qeverisjen tonë dhe arrin nivelet më të larta. Nga ana tjetër ke një opozitë përçame, që po sulmon reformën drejtësi, që është largu nga njerëzit, nuk i qëndron aty në afër në kauzat reale që ka kjo shoqëri. Dhe këtu është bërë qartë se ajo lufta e tyre politike, ai radikalizmi i tyre është fal, është gjithashtu teatër, dhe që faktikisht këta luftojnë për me kush do na vjedh 4 vitet e ardhshme, jo kush do na përmirësoj jetën 4 vitet e ardhshme. Në këtë situatë, ku dy partitë historike janë komplet të konsumume, është kriju nevoja, po dhe është kriju bindja që ndryshimi nuk mund vi më mrena këtyre partive të vjetra, por duhet vinë nga jashtë përmes një force të re politike, përmes disa të rinjve që duan me ndryshu gjanat, edhe janë të lodhur nga situatë. Okej, mi që i përmendet të rinjt atë prapë konkretisht duke mbet tek ti, cilat janë idetë e tua thelbësore politike, cilat janë vlerat e tua bazë, cilat shtyjnë të japësh një angazhim dhe një ofertë politike, dhe cilat janë mendimtarët ose liderat që ty vërtet frymëzojnë që të marrësh në politikë? Atëherë, një ndër idetë e mia bazë është njeriu në jetën e tij duhet dalë përtej privates, përtej rehatis, përtej materializmit, edhe të bëhet pjesë e publikës, të jap kontributin e vet për publikën. Më që një ndër gjanat që më shtyn më shumë në jetë është ideja që njeriu duhet me jetu jetën për me lënë diçka mbrapa, jo vetëm në kërkim të kënaqësive personale të rehatis. Këtë ide kam pas gjithmonë dhe kam gjetë dy filozofi që janë të ndryshme, por arrin në konkluzione të ngjashme. E para është filozofia e grekëve të lashtë, që njeriu për me u vet aktualizu duhet dalë nga privatja dhe të kontribuojë për publiket. Tjetra është filozofia krishtere, që njeriu e një Zotin edhe jeton, që me thënë dashurinë e Zotit të shërby për tjetrin. Do nisem nga premisat ndryshme, po konkluzjoni është i ngjashëm, ai shërbesës publike. Kjo mendoj që është ajo ideja bazë e imja. Ajo që kam kuptuar të urrit është se përpos kësaj nevoje të brendshme për me bë diçka, njeriu duhet jetë politik edhe sepse diktatura është gjithmonë një hap larg.
Pra njeriu politika është lloj garancie për mos rënien në diktaturë. Jena të marrim këtë demokracinë liberale si një sistem që është këtu për me qëndru, e faktikisht jena të edhe vendet perëndimore, udhëheqëse të demokracisë që si janë të rënë në takun e populizmit të autokracisë. Dhe mendoj që kjo është vetëm një akur ndaj kësaj qytetari aktiv, njeriu politik. Gjithashtu mendoj se njeriu për aq kohë sa jeton në shoqëri, ka me përjetu pa drejtësi edhe shtypje, e për aq kohë sa është gjallë duhet me luftu për drejtësi e për liri. E një ndër gjërat në cilën e manifeston veten pa drejtësia është në shpërndarjen e burimeve të përbashkëta, të pushtetit ton nga qendërzimi edhe nga qendërzimi i resurseve ekonomike mbi gjitha, se në një farë mënyre jeta është një luftë për resurse ekonomike, pjesërisht. E kështu njeriu në atë territorin e vet që mbi cilën ndërton shtetin e vet, duhet luftojë në mënyrë konsistente që këto resurse ndahen në mënyrë barabartë dhe që ky shtat të ndërtohet mbi disa parime bazë me cilat ne gjithë fajtohemi dhe që gjithë kemi mundësi reale përmes talentit me ja dalë në këtë jetë. E që mos jetojmë një sistem ku do që përpiqesh me bë, nuk mund ta thesh pushtetin ekonomik dhe politik. Okej, dhe për t'i konkretizuar pak këtë ide, cili është opinioni yt për aktualitetin politik shqiptar, për mënyrën se si qeveriset Shqipëria si sistem, si e analizon ti, edhe përpos kësaj si e analizon tërësisht skenën politike shqiptare, përfshi partitë opozitare, përfshi partitë e reja. Mendoj që dy dogmat kryesore të këtyre 30 viteve të fundit, që kanë dy dogmat qeverisë dhe politike, kanë qenë dhe një anë neoliberalizmi ekonomik, i gërshëtuar me korrupsion, dhe nga ana tjetër modeli i partisë klienteliste. Çfarë do të thënë me këtë? Çfarë thotë neoliberalizmi politik? Mas viteve 90 që ne dolëm nga regjimi komunist, nuk dishim se si funksionon ekonomia e tregut dhe pam për modele në perëndim. Në atë kohë në perëndim dominonte dogma liberale që thonte që mënyra më eficiente me menaxhu burimet e një shteti ishte me i privatizu ato. E kështu nisi një privatizimi të gjithë shkaja dhe ne dilshim nga një sistem që gjithë shka kishte qenë publike. Privatizo fabrika, privatizo burime natyrore, privatizo prona, më vonë jep me koncesion gjithçka, rrugë, sistemin e shëndetësisë, ban pastaj në kohën e Berishës ban atë projekt ligjin Shqipëria 1 euro, që më vonë kohën e Ramës u bë ligji për investime strategjike, dhe krejt burimet tona natyrore ju dhanë përpos që sistemi ka probleme në vetvete, se jo gjithçka mund të privatizohet dhe duhet privatizohet, edhe procesi ishte thellësisht korruptiv dhe gjitha pronat tona, burimet tona, ju dhanë disa personave të lidhur me pushtetin. Këtu ka pas domethënë një ngjashmëri dhe një vijimësi totale nga PD-jat e PS-ja, pavarësisht se e konsiderojnë veten të djathtë të madh, kanë qenë në një linjë me dogmën ekonomike. Privatizo gjithçka, jep ja njerëzve që njohim ne dhe këto kanë konsideruar zhvillim ekonomik. Pra jepi token premium breakdat me 1 euro, jepi garanci për me marrë kredi në bankë, gjë që ato mund ta bante shumë koste, sepse nuk kërkon risk të madh në biznes, por këto ju jepet personave të lidhur me qeverinë, atë në këtë mënyrë rritet GDP-ja, po jo dhe mirëqenia jone e përgjithshme. Kjo ka qëndërzuar gjithmonë më shumë kapitalin dhe pushtetin politik, dhe kjo është bë akoma më keq përmes lidhjeve nepotike, pra nuk kanë pas shanse reale gjithë shqiptarët me përfitu nga ky lloj privatizimi masiv. Ka qenë e para. Pastaj dogma e dytë ka qenë dogma e partisë klienteliste. Këtu në vitet 90 pati një farë ndarje dhe ideologjike, PD-ja ishin të përsekutumit politik, ndërsa PS-ja ishin privilegjuar të sistemit të kaluar.
Pas viteve 90 me në zhgënjime që pësu njerëzit nga 97-a, këto ndasi u venitën, ekzistojnë pra, po në masë shumë vogël, dhe duke qenë se këta s'kishin realisht oferta të ndryshme politike, dhe një mënyrë se si kanë tërheq njerëzit, është përmes favoreve. Favor të mdan ti, t'jap një tender, t'jap një vend pune, t'jap një koncesion. Kështu ka funksionu shteti, pra partitë politike vetë e kanë vunë shitje shtetin që me marrë pushtetin. Kjo e ka përkeqësu ka më shumë kapjen e shtetit. E këto janë, si me thënë, ato dy gjana që ne duhet i thejmë. Na duhet një fortere politike që vjen pushtet me misionin për me i menaxhu këto burimet tona të përbashkët në mënyrë të drejtë dhe afatgjatë. Jo me dhënë gjithçka për mirë që më pasuru 2-3 individa. Që ndodhi këto vite, dohen kur ne momentalisht jemi një lloj autokracie në mes të Europës, një autokraci goxha e egër, duket që kur kemi një farë lirie sipërfaqësore, ama nëse guxon me shku kundër këtij sistemi, ka një represion goxha, ka represion. I kena arrit në këtë pikë. Deri në 2013 ka pas një luftë të fortë mes bandave, dhe PD-ja dhe PK ishin shumë të forta dhe ja merrshin pushtetin njëna tjetrën. Në 2013 vjen Rama me një farë shpresë dhe entuziazmi, shpresë e cila vritet në 2015, njerëzit kuptojnë që edhe Rama është një rejnë e madhe, madje vetëm se sa përkeqëson sistemin. Por në vend që opozita të forcohej, të rinovohej, nuk e bani këtë. Rama nga një anë veproi me shpejtësi me kap gjitha pushtetet, solli gjithë biznesmenët e mëdhej në anën e tij, kapi media duke ndryshuar ligjin për pronësinë e mediave, ka bën një punë shumë të mirë me ndërkombëtarët, e ka paraqitur gjithmonë veten para tyre si progresist, personi që garanton reformën në drejtësi në Shqipëri, ndërkohë që opozita nga ana tjetër i lujti të gjitha të gjitha manovrat e veta gabim. Nga një anë u distancu nga qytetari, në këto 10 vite ka ndodhur masovrat më të mëdha ndaj qytetarëve, ju kanë prish shtëpiat, i kanë lënë qiell të hapur për me ndërtu rrugë, për me ndërtu pallate, ju kanë marrë ujin përmes heceve, ju kanë qu një burora aty afër shtëpisë, një fabrikë, ju kanë pamundsu jetën. Dhe në një situatë të tillë, opozita nuk ka qenë shumë vokale dhe shumë afër qytetarëve, diku ka hesht, diku është përfshi e pastaj ka trastu kauzën. Pra nga një anë humbi besimin e qytetarëve, nga ana tjetër u pozicionu kundër reformës në drejtësi që e mbroshin ndërkombëtarët, dhe në sepse po shikonte që ishte e rrezikuar nga reforma në drejtësi, dhe në këtë mënyrë humbi dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve që kulminoi me deklarimin e Berishës non grata. Për shkak të kësaj që ndodhi, dhe sot opozita nuk përshtatson asnjë lloj alternative, asnjë lloj force, dhe nuk ka shanse që të vi më në pushtet. Okej, me që përmende reformën drejtësi, dalim pak tek ato që ka ndodhur kohë të fundit. Do më thënë, kohë të fundit kemi disa arrestime shumë të rëndësishme edhe nga radhët e qeverisë, dhe duket se kemi një shkundje të klasës politike. Opozita është akoma në ato sinorit e veta ku thotë se prokuroria posaçme është një komplot i madh për rënimin e saj nga ana e Ramës dhe nga faktorë ndërkombëtar si Sorosi e tjerë, ndërsa qeveria në arrestimin e Velier duket se ka lëvizur pak nga pozicioni i saj 100% i mbështetës dhe është postuar drejt një pozicioni në mos luftues, paktën reformues i kësaj drejtësie, duke e krahasuar me sigurimin e shtetit, duke shpallë disa padrejtësi supozuara ndaj politikanëve të arrestuar. Si shikon ti këtë situatë? Reforma në drejtësi është ngjarja më e madhe politike këtyne 10 viteve të fundit. Ishte diçka që erdhi si pasojë korruptimit të shoqërisë tonë dhe një ndërhyrje të ndërkombëtarëve, sepse ne tu qenë
tu mos pas lidera që mbështesin, që i mbrojnë interesin tonë edhe tu pas të konfliktualitet madh politik që tash e parë përfundon në përplasje pastaj shkojnë e çojnë te dyert e ambasadave. Tu pas edhe një orientim pro-perëndimor, edhe tu po Bashkimi Evropian edhe Amerika një farë interesit te fuqizimi jon, ku bë kjo reformë drejtësi. Kjo është gjë që nuk kanë vetëm të ne, kanë edhe në vende tjera të Europës Lindore. Është parakusht për integrimin në BE. Shembulli më i mirë ishte ai i Rumanisë. Aty u investu shumë Bashkimi Evropian që ta reformonte atë vend sepse kishte interesat e veta strategjike, si një zonë ndërmjet Rusisë dhe Europës, si një ekonomi e madhe, si një vend në detin e zi përmes cilës kalojnë prodhimet që futen në Europë, e në këtë mënyrë investu shumë aty në Rumani dhe ai ka qenë në rastin më i suksesshëm në udhëheqjen e Laura Kovecit, janë arrestu kryeministra, ish kryeministra, kryetari i Bashkisë Bukureshtit dhe në të njëjtën mënyrë edhe atje ka pas të njëjtat reagime siç po ndodhin në Shqipëri për momentin. Ata filluan u ndjen të rrezikum dhe filluan e sulmuan reformën në drejtësi, madje edhe e hoqën Laura Kovecin. Megjithatë atje pati edhe një farë mbështetje popullore për punën e DNA-s atje. Të njëjtën gjë bën edhe me Kroacinë, madje mësuan nga rasti i Rumanisë, sepse Rumaninë e futën në Bashkimin Evropian pa reformave të mëdha në drejtësi dhe kuptuan që nuk përmirësoi situata nëse e futshin fillimisht në BE edhe pastaj e përmirësoshin gjatë rrugës, prandaj për Kroacinë ishte linja kuqe që nëse nuk bëni reforma esenciale në drejtësi, nuk ju pustim në BE. Në të njëjtën mënyrë kanë mësuar nga shembujt e Rumanisë dhe Kroacisë, kanë dashur me implementu të njëjtën gjë këtu. Tash unë do të kisha dëshiruar shumë që këtë gjë ta kishte bërë vetë populli shqiptar dhe liderët tonë politik ta kishin pas emancipimin edhe vizionin që me na nxjerr nga ky moçal korrupsioni, krimi të organizuar. Jo, po nuk e kishin kur vullnetin politik, sepse normalisht ishin të cënuar drejt për drejt nga një sistem i tillë. Dhe është dash ndërhyrja e fuqive të huaja. Tash në këtë sens, ne qytetarët shqiptar duhet shikojmë, më kjo është në favorin tonë apo nuk është në favorin tonë. A nuk duam ne që këta politikanë që kemi vite që i shohim nga shtëpia, nga televizori, të marrin dënimin për dhëdhjen që na kanë bërë gjithë këto vite? A është në favorin tonë apo nuk është? Sepse ajo që është skepticia jonë është shoh një farë manipulime, nga që retorika e liderëve politikë është shumë e fortë dhe njerëzit të manipulohen, sikur ky spaku është një vegël e filan ose filan individi, një lloj master plani. Duhet gjykojmë nga rezultatet. A u arrestu personi që ne pam, a u arrestu Ilir Meta që ne pam para shumë viteve në video duke bërë pazare për një hidrocentral? A u arrestu personi që kemi vite që thona po bën kërdinte në Bashkinë e Tiranës? Atje pse po hezitojmë tash e po të mirën që po ndodh. Këto e ndryshime thelbësore politike që elita partitë politike të vjetra po i godasin shumë, sepse normalisht ndjen të cënuar drejt për drejt prej tyre, por që ne populli shqiptar duhet i mbrojmë sepse janë në të mirën tonë. Prandaj edhe është shumë e nevojshme që të kemi një forcë politike pro drejtësisë në këto momente. Sepse nëse nuk e kemi diçka të tillë, nëse populli shqiptar nuk reagon, rreziku është i lartë që pasja zhveshin disa përgjegjësi dhe forca pakut dhe e fillojnë ta përgatisin fushën për diçka të tillë. Flitet çdo ditë nga analistët e tyre për nevojën për kontrollin e pakut, po del në kontrolli, po bën show politik.
e tjerë. Emre që këto janë kohë me tamam përcaktuese për historinë tonë moderne. Do qëndrohem pro drejtësisë dhe pro këtyre ndryshime pozitive që i kemi kërkuar prej dekadash, apo do manipulohemi nga këta individ që na kanë sjellë deri në këtë pikë, duhet të vazhdojmë na majt në këtë mënyrë. Deri tani jemi në fazën e konstatimit të realitetit shqiptar dhe kjo bëhet nga shumë aktor publik edhe politik në vend, por shumë njerëz duan dinë mënyrën se si dilet, a ka një rrugë se si mund dilet nga ky lloj sistemi, një rrugë cilën shumë parti në të shkuarën janë përpjekur të ndjekin, por pa sukses, edhe cili është roli yt në këtë rrugë. Shqipëria bëhet ka një program shumë të mirë se si mund të dalim nga kjo situatë. Atëherë mendoj që populli duhet mi hetë qafe 3 këqija të mëdha: korrupsionin, krimin e organizuar edhe oligarkët ose modelin e biznesit shtetëror. Në vendin tonë nuk mundesh me ja dal në biznes vetëm një ide të mirë edhe duke marrë përsipër rrezikun financiar, siç do duhej, siç ndodh në vende të tjera. Këtu përplasesh me një mori rreziqesh. Krimi i organizuar zapton prona, vën gjoba, krijon një klim pasigurie, fut pista në ekonomi, ty si biznes, dohen një gjë persona që vinë nga diaspora dhe duhen me investu lëftë të tyre këtu, domethënë, gjëja e parë që fillojnë e pyesin është ku duhet ta marr mbrojtje në këto? Të mbien shteti me tatime, dohen dikush mi vjen i natë që kam hapur një biznes edhe më dërgon tatime, ose më vjen ai kriminali i zonës, se më dhan ti lep ose ke për ta hapur këtu, domethënë, këtu nëse do me hap një biznes në Shqipëri, nuk mjafton ideja dhe produkti i mirë, duhet sigurohesh ku të marr mbrojtje fillimisht. Kjo s'është normale, domethënë ju duhet t'ja dalë vetëm me idenë, pas këto shqetësime të ekstra, dhe këto shqetësime të ekstra duhet t'i heqë qafe shteti. Banda duhen çdok. Edhe kjo është e mundur, e kemi bërë në faza më të këqija, e kemi bërë në 98, mund ta bëjmë edhe tash. Stoku ka dhënë të shenja shumë të mira, janë goxha disa banda kryesore dhe duhet vazhdoj dhe më tej. Lekët e tyre, do të thënë pasuritë e tyre duhet konfiskohen dhe duhet i rikthehen shtetit. Për çfarë është më rëndësishme dhe duhet i dhemi tre hyrjes të lekut PIS në ekonominë tonë, sepse po na shkatron edhe ekonominë edhe vlerat tona. Mund të perceptohet si një pompim momental i keshit në ekonominë tonë, por në afatgjat krijon pasoja shumë këqija. Ke situatën në Tiranë që është kryer një xhungël betoni, ke një situatë me 50.000 shtëpia bosh dhe me metrin katror 4.000 euro metri katror mesatarisht. Kjo e bën të përballueshme jetesën në Tiranë, që ranë, e bën të përballueshme me ble një shtëpi, një çiftëri. Mendohet se rreth 1.3 miliard lek që futen në ekonominë tonë janë lek i PIS, ose 6% e prodhimit brendshëm bruto. Pastaj ne patëm rastin konkret këto vitet e fundit se devaluoi monedën tonë, përrjedhoi, shkatroi eksportin, por ajo që është edhe më problematike është mënyra se si po shkatron vlerat tona shoqërore. Sot një i ri që mundohet një dal me punë në profesionin e tij, shef ngjitën një person që shkon bën të lekë e shtetit edhe i sjell ato lek këtu në Shqipëri dhe pasurohet në mënyrë të menjëhershme dhe kjo nuk jep atij profesionistit stimull për me ja dal në jetë me punë, sepse shikon modelin tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme që goditet krimi organizuar dhe modeli i krimit të organizuar në shoqërinë tonë, për vetëm banda që ekzistojnë, po modeli. Pastaj duhet të ndalojmë këtë modelin e biznesit shtetëror. Që du me thënë me këtë? Ne kena ca biznese në Shqipëri që janë rrit vetëm sepse kanë lidhje me partinë në pushtet. Para sa kohësh ta bën një hulumtim mbi një ujësjellësin e Markatomajt, e kishte ndërtuar një kompani që ishte një nga ato kompanitë që kishte marrë më shumë pi tender të shtetit. Ishte tu pa ato ordra që kishte marrë kompania Ndërvita, që deklaronte kompania Ndërvita, përputheshin pothuajse eksaktësisht me
tenderat që kishte marrë kompania nga shteti, po kemi të bëjmë një kompani ndërtimi shtetërore me diferencet e vetme që përfitimin e merr kompania private dhe jo shteti. Pra ky lloj modeli duhet ndalë gjithashtu, tenderat duhet jepen me meritokraci. Tjetra duhet godit korrupsioni sigurisht dhe gjitha këto bëhen për aq kohë sa në pushtet vjen një forcë politike që nuk është e lidhur me këto forca të errta, është e lidhur me njerëzit dhe ju thot unë nuk ju thot do t'jap filan tender ty e filan punë ty, po thot do krijoj një sistem ku ju gjithë keni mundësi me garuar në mënyrë barabartë në këtë vend. Gjëja tjetër është duhet të rishikojmë mënyrën se si kena përdor burimet tona natyrore. Tek më parë që kemi pas një kemi privatizuar gjithçka që është prone për bashkët dhe burimet përfitimet nuk janë ndarë në mënyrë të barabartë. Marrim vetëm burimet natyrore. Në një kërkesë për informacion që ju kemi dërgu Agjencisë Kombëtare për Burimet Natyrore, rezulton që në këto 20 vite, shteti jon ka prodhu 15 milion ton naftë, 9 milion ton krom, 5 milion ton bakër dhe 6 milion ton hekur nikel. Ku kanë shku gjithë të lekë? Ne akoma pika më madhe e popullsisë akoma është qartësisht e varfër. Ku kanë shku këto përfitime? Burimet tona natyrore duhet të menaxhohen në një mënyrë që i shpërndan përfitime. Shqipëria bëhet në programin e saj thotë se ne në momentin që vijmë pushtet do bëjmë një audit ndërkombëtar të gjitha këtyre koncesioneve që janë dhënë ndër vite dhe aty ku shohim shkelje nga ana atyne dhe ku janë përpjek me fsheh përfitime që mos u pagu shtetin shqiptar, do e dëm problem shtetin shqiptar për këto dhe në vazhdimsi ne do japim vetëm kontrata përdorimi të këtyre burimeve natyrore ku shteti garantohet 50% e sasisë së nxjerrë. Dhe nga këto 10% do i shkoj pushtetit lokal për investime dhe pjesa tjetër do futet në një fond sovran që do investohet në bursë dhe nga cila pastaj ne do marrim në mënyrë konstante përfitimet e saj. Pastaj gjitha këto përfitime që do vinë nga kjo ekonomia rivitalizuar duhet të drejtohen për nga arsimi. Kemi një problem serios me arsimin në vend, një konstante dalin keq në testet e pizat, nuk po i formsojmë dhënësit tonë me aftësitë që duhen për shekullin 21, aftësitë kompjuterike, aftësitë kritike, e mendimi kritik. Dhe ne kemi thënë që Shqipëria bëhet në programin e saj thotë se do të arrijmë investimin në arsim, fillimisht në 5% prodhimit brendshëm bruto, pastaj në 7% prodhimit brendshëm bruto. Kemi gjetë një mënyrë për me depolitizu arsimin duke i vendos prindrit si vendimtar për zgjedhjen e drejtuesve politik të shkollave. Kemi menduar që për me inkuraju të rinë që me shku drejt profesionit të mësuesit, që hapim të deg vetëm për personat me mesatare mbi 8 dhe për gjatë viteve shkollore t'ju paguhet 1/3 e rrogës bagë. Gjithashtu një pikë tjetër interesante që është krejtësisht e vogël, po mendoj që e ndryshon në total jetën shoqërore, është kemi thënë që do e zgjatim afatën e mësimdhënies që të përputhet me orarin zyrtar dhe fëmijët pasi të marrojnë në klasat, të kenë mundësi me hangër një vakt dhe pastaj të bëjnë detyrat në shkollë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ndërkohë që një prind i pasur mund ta çojë fëmijën në një after school ose diçka, një prind me të ardhurat mesatare ka të vështirë me e majtë fëmijën si me thënë në një ambient të sigurt deri në momentin që ata përfundojnë punën. Okej, atëherë të flasim pak për imazhin e të rinjve, që është një pikë shumë nevralgjike dhe e rëndësishme për mendimin tim. Shumë njerëz besojnë tek ti një kandidate të re me disa ide shumë të mira, por fatkeqësisht në Shqipëri kemi modelin e Trijut,
i cili futet politikës ose si pasardh e një partie të vjetër dhe shërben vetëm në efekt kozmetik për të mbuluar kishat e kësaj partie, ose vjen me disa premtime dhe ide të reja dhe pastaj shumë shpejt ndryshon rrugës, në momentin e parë që është në pushtet, sillet me të njëjtin mentalitet korruptiv si politikanët e vjetër, veç se me një sjellje sipërfaqësore të re dhe me një korat tejet falso rrotullti ose rrotullsaj. Cila është ajo që ke ti për të thënë dhe cila është ajo që ke ti për të ofruar, që është diçka e re për ndryshe nga këta trinjtë deri më sot? Është vështirë me përgjigj këtyre pyetjeve në sensin që pyetja është si të besojmë ty që ti do jesh ndryshe. Dhe është vetëm një gjë që njeriu ka është shkuarën e tij edhe fjalën e tij kur është i përvuar në pushtet. Unë vi nga një histori aktivizmi, e kam vërtetuar përmes disa kauzave që kam qenë plot të drejtës dhe të drejtave të njerëzve dhe kundra këtij pushteti kur ky pushtet ka qenë në shkelje të këtyre drejtave. Kam fjalën, vizionin edhe premtimin dhe ajo për cilën besoj çdo njeri është i qartë është se në politikë nuk jam as përfaqësuese e krimit të organizuar, as përfaqësuese e oligarkëve, edhe as nuk më ka vënë aty kryetari i partisë. Vi nga, siç thash, nga aktivizmi dhe do vazhdoj ta bëj, do vazhdoj të qëndroj afër njerëzve kur aty në t'ju shkelen të drejta. Okej, ti fole pak edhe për programin qeverisës të nismas Shqipëria bëhet, dhe mënyrën se si ti, ose më saktë sektorët që ti shef më emergjent dhe në cilën duhen bërë ndërhyrje, por po bëjmë një pyetje pak më konkrete. Po supozojmë se nesër partia juaj vjen në pushtet dhe ti konkretisht je në qeverisje. Cilat mendon se do ishin 2-3 reformat ose 2-3 ligjet më emergjente për ndërhyrë në realitetin e Shqipërisë dhe për t'ju lehtësuar jetën njerëzve? Nëse mund të përmbledh shkurtimisht ato pika që thash, duhet të shfuqizohet ligji për investime strategjike, duhet të rishikuar shpërndarja e bujeve natyrore, duhet investuar në arsim, duhet ndalu hyrja e parave të fikshe në ekonomi. Në lidhje me famshmin elektorat gri, lidhje me shumë njerëz cilët janë të huajzuar dhe të shkëputur nga politika, shohin atë si diçka të huaj dhe si diçka në rastin më të mirë të padobishme, në rastin më të keq të dëmshme. Si do e motivoje ti një qytetar indiferent ndaj politikës, i cili të shikon ty si kandidate për herë të parë dhe nuk ka besim tek politika në përgjithësi? Unë mendoj se indiferenca jonë vjen si rezultat i zhgënjimit edhe ndjesisë pafuqisë, jo dhe aq mungesës interesimit ose mirëqenies. Do të shikosh gjithë njerëzit të në përkafër politikë diskutojnë. Politika është një temë që ja u pret në një farë mënyrë përditshmëri gjithë, po janë zhgënjur, nuk kanë besim dhe ndjen të pafuqishëm vetëm e bëjnë gjallë, sepse kanë parë që shpeshherë njerëzit çohen, bajnë gjitha punë, lodhje, edhe në fund nuk i një gjën kush. Është që më bëjmë për me ndryshu këtë. Mendoj që të ndryshon kur njerëzit një shohin politik, një zot vërtet që flet për shqetësimet e tyre, dhe 2 kur fillon i organizon për problemet e tyre. Kjo i riaktivizon edhe i jep shpresë. Sepse është pjesa tjetër që ndjen të pafuqishëm. Domethënë që edhe që unë baj nuk mund ndryshoj gjë, kanë edhe frikën edhe rreziku në këtë situatë që me u identifiku si opozitar. Edhe shumica njerëzve bëjnë këtë kalkulim me njën e tyre. Okej, po dalën protest, po qa fitoj me shumë mundësi asnjë gjë. Qa hum me shumë mundësi ma bëjnë një të keqe. Më kupton, dhe kjo është ajo që i tërheq nga publikja. Ajo që ne më bëjmë si organizues politik është me tregu konsistent edhe me sjell afër vetes fillimisht ata besimtarët. Nga ana qytetarëve kërkohet ndërgjegjësim, mbajtja e vëmendjes tek politika dhe te figura të tilla.
Ok, flasim pak edhe për gratë në politikë. Gratë në politikë në Shqipëri kanë patur tradicionalisht një rol periferik, që ka ndryshuar disi në vitet e fundit, ku shihet se shumë vajza dhe gra janë përfshirë në politikë, por duket se nuk janë qenë të përfshira në kupolën e vendimarrjes apo aty ku vërtet merren vendimet dhe përcaktohen fatet e Shqipërisë. Si e shikon ti angazhimin e grave në politikë dhe si e shikon veten si një vajzë e re angazhuar në politikë? Është e vërtet që edhe femrat edhe të rinjt janë përdorur si një farë fatade, si një shplarje imazhet partive politike, ndërkohë që në terren kanë qenë kriminale të fortë që i kanë bërë vota dhe këtë ka kthy në sistem, sidomos Partia Socialiste, në rama përshie faqe është ai progresisti që ka pruar për vete femra, do të thonë qeveria e tij është qeveria me më shumë femra, edhe listat e tij të fundit ishin totalisht një shplarje imazhi i krimit dhe korrupsionit që e karakterizon atë parti. Ama realisht, siç thash, në terren janë ka kriminalët, janë ka biznesmenët e fuqishëm që i determinojnë ndryshimet politike, vendimet e rëndësishme. Pranoj mendoj që është shumë e rëndësishme që në politikë femrat mos më fut me kuota, po më fut se me tamam përfaqësojnë diçka. Dhe vetëm mënyra është për me do këtë gjë, por pas me tamam pushtet, duhesh me ndërmarrë rreziqe, duhesh me u kundërvu këtyre kriminalëve dhe këtyre biznesmenëve që i determinojnë gjonat në terren. Vetëm mënyrë se ti mund të marrësh realisht pushtetin. Ok, unë kaq kisha, faleminderit shumë Arinta edhe suksese në këtë zgjedhje.